dhe do t'i bashkohen se s'do kenë rrugë tjetër, juve ulni kostot, krijoni mas kritike për negocim dhe eksportoni apo nxjini në treg këtu me një çmim që juve ju sjell vlerë të shtuar. Ka që thjesht është kjo. Në fjalë, në punë, pastaj çdo hap ka vështirësitë e veta. Por gjëja që unë mund t'ju them është që ne do t'i mbështesim me edhe më shumë vendosmëri këto nisma dhe ju keni filluar faktikisht ndërtimin këtu të pikës që do t'jetë pika fundore e trajtimit, por si thot populli Oreksi vjen duke ngrënë dhe do doni të rriteni dhe të shtriheni më shumë. Kjo është arsyeja pse ne kemi vendosur edhe mbështetje të posaçme për ato SBB-t që i quajnë, shoqëritë e bashkuara bujqësore, se nuk ka pjell mendja për të mos thënë kooperativ, po në fakt kjo është kooperativ kapitaliste. Dhe ndërkohë ministrja e tha, sepse nën udhëheqjen e saj, po formsojmë një program të ri kombëtar që e kemi quajtur dyfisho ndërmarrjen tënde, i cili do të mundsoj financim për të tërë ata që do duan të rriten me një plan të qartë dhe me një projekt bindës. Ky sukses patjetër lidhet dhe po kthehem përsëri se dua që të ushqej ato portalet mirë, me faktin që bashkia është bërë promotore e këtij konsorciumi duke krijuar kushte dhe duke bërë edhe palë. Kjo është gjëja që duam të fuqizojmë dhe kjo është arsyeja pse, ose një nga arsyet pse Ervini ka ardhur në Tiranë të bëjë ministrin e pushtetit vendor për të nxitur bashkitë sipërmarrëse dhe për të nxitur ecjen e bashkive në rrugën e sipërmarrjes. Për sa i përket pastaj pjesës tjetër. Nafta ka qenë një sfidë në vete për bujqësinë në sensin që e kemi provuar ta kthejmë nga disa anë.